Funksionalizimi që ju bë 10 ditë më parë konsiderohet si hap i madh drejt sundimit të ligjit. Gjykata administrative sipas kryetarit të përkohshëm të saj do të arrisë sigurinë juridike dhe mbrojtjen gjyqësore të qytetarëve dhe bizneseve në raport me administratën publike. Kontrolli i veprimtarisë administratës publike. Dhe ky kontroll realizohet përmes mbrojtjes gjyqësore që gjykata do t'i ofrojë të gjithë palëve në procedurë që i drejtohen gjykatës. Edhe nga oda ekonomike që organizoi këtë diskutim të enjtën, institucionin e ri e shohin si zhvillim të arkitekturës gjyqësore në Kosovë. Çështjet juridike edhe siguria juridike për investitorët nuk është një koncept abstrakt. Megjithatë është një çështje e cilën ata e prekin ose e përjetojnë në baza të rregullta. Juristët kanë pritje të larta nga kjo gjykatë dhe mirëpresin faktin që stafi u emërua me përvojë. Është lajm i mirë që e pash sipas ligjit që bëhet transferimi i gjyqtarëve të cilët veç kanë përvojë. Kjo nuk kupton që ka vazhdimsi institucionale edhe ekspertizë, domethënë nuk fillon gjykata administrative prej zeros. Krijimi i këtij organi u tha se ngrit Kosovën edhe në spektrin rajonal dhe ndërkombëtar. Të gjitha shtetet rajonale në Ballkanin Perëndimor kanë gjykatë të specializuar administrative, madje shumica e tyre kanë edhe shkallën e dytë të specializuar administrative. Deri tashti konfliktet administrative janë trajtuar nëpër gjykatat e tjera, çka ka bërë që lëndët të zvarriten me vjet.